Autizmi, një fenomen gjithnjë në rritje në Shqipëri, po shfaqet tashmë jo vetëm si një çrregullim i spektrit me origjinë gjenetike, por edhe si një pasojë e mënyrës së jetesës moderne. Ekspertët e zhvillimit fëmijëror dhe logopedët ngrenë alarmin për një tjetër formë shqetësuese që po përhapet gjërësisht, i ashtu quajturi autizëm virtual. Sipas të dhënave të fundit, 1 në 31 fëmijë në vendin ton po lind me çrregullime të spektrit të autizmit. Por përtej këtyre rasteve, mjekët po përballen gjithnjë e më shumë me fëmijë që pa pasur domosdoshmërisht çrregullime gjenetike, shfaqin simptoma të ngjashme me autizmin, si vonesa në të folur, në zhvillim emocional dhe në ndërveprim social. Shkaku kryesor është përdorimi i pajisjeve elektronike që në moshë shumë të vogël. Është njësoj si autizmi, me të njëjtat simptoma. Fëmijët fillojnë të flasin shumë vonë, rreth moshës 2 deri në 3 vjeç, dhe kjo lidhet drejt për drejt me përdorimin e telefonit si lodër, theksojnë logopedët, duke u bërë thirrje prindërve të rinj që të mos u japin celularin fëmijëve të vegjël. Ekspertët theksojnë se shumë nga këta fëmijë diagnostifikohen me vonesë, pasi edukatorët dhe kujdestarët në qerdhe dhe kopshte nuk kanë formimin e duhur për të identifikuar në kohë simptomat e hershme. Ekspozimi i hershëm dhe i zgjatur ndaj telefonave u shkakton fëmijëve jo vetëm vonesa në zhvillim, por edhe në rritje të ankthit, sjellje të përsëritura dhe vështirësi të mëdha në komunikim. Në një prononcim për televizionin Apollon, fizioterapisti Klej Çela nga Qendra e Zhvillimit në Bashkinlushnjë theksoi nevojën për ndërgjegjësim dhe ndërhyrje të menjëhershme. Ky është një problem që po prek gjithnjë e më shumë familje. Ne nuk kemi vetëm nevojë për mbështetje ekonomike nëpërmjet Kempit, por për struktura dhe politika korrekte për të ndihmuar zhvillimin e fëmijëve dhe trajnimin e stafit edukues. Ju falenderoj për intervistën. Prindërit duhet ta kapin në kohë fëmijën me autik dhe sa më shpejt të kapet, domethënë si problem, aq më mirë është në pjesën e zhvillimit. Unë mendoj se celulari ndikon, edhe disa nga ndikimet e saj janë prishja e cilësisë së qumit, si fillimisht, prishja e zhvillimit dhe e të folurës. Rritja e ndjeshme e rasteve të autizmit në Shqipëri kërkon një reagim të koordinuar nga institucionet dhe shoqëria në tërësi. Mesazhi që përcjellin specialistët është i qartë: të reduktohet në mënyrë drastike përdorimi i pajisjeve elektronike në moshat e hershme dhe të rikthehet vëmendja tek zhvillimi natyral dhe ndërveprimi njerëzor.